Assalamu alaikum. Ju përshëndes nga Shabja. Ibn Abbasi, shok i profetit alayhi salam. Thot, Shabja është shtylla e botës. Nëse njerëzit do ta ndalnin haxhin, pra një vit, nuk do të vinin, si i thon, ose nuk do të kryhej haxhi, do të shembej qielli dhe toka, subhanallah. Shabja është vendi ku në të adhurohet vetëm Allahu i lartësuar, krijuesi i gjithësisë. Është simbol i tauhidit, i njësimit të Allahut të lartësuar, sepse ne në këtë dynja kemi ardhur me një qëllim, që është adhurimi i Zotit të gjithësisë. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gjindet dhe njerëzit, thot Allahu i lartësuar, nuk i kam krijuar vetëm se që të më adhurojnë. Ky është qëllimi pse ne jemi në këtë dynja. Ky është qëllimi pse njerëzit vinë për haxh dhe për umre. Vinë vizitojnë Qaben. Rrotullohen rreth Qabes duke adhuruar vetëm Allahun e lartësuar. Nuk adhurojmë pra Qaben, por adhurojmë Zotin e Qabes. Zoti na boft prej atyre që e adhurojnë Allahun e lartësuar, sepse kjo është ajo që ta mundëson xhenetin. Për ndryshe nuk fitohet xheneti. Xheneti fitohet vetëm me realizimin e tauhidit, pra me adhuru Allahun e lartësuar njot vetëm. Allahu na boft prej tyre. Amin.